Pra, kjo është këtë lidhet në fushat. Pra, lidhet me një tension që ekziston. Tash, dorën zemër këtu nuk ka me ndodhë që ato incidente që shka ndodhë në Macedoni në 2001 kur në konë zedet aty, më vrane për KQZ-ja, në përqendat vëtimit, por tension ka. Të më thonë, tension ka edhe po ashpërsohet dita ditës, edhe besoj që gjatë ballotazhet ka me qenë shumë ma shumë se sa ka. Se nuk është e parëndësishme këtë që ke gorë. Shumë e tensionume dhe shumë... Unë s'po thëmë që është e parëndësishme për kundra si. Unë po mendoj që është tepër e rëndësishme, mirë po unë veç po më çudit çkafi ka mi nxirr njerëzit pi shtëpiave me shku deri në vend votime. Logoja e partisë, egoja e kandidatit, ose zgjidhjet që ofrohen. E unë që të s'pi marrë vesh. Na po flasim për kombinacionet partijake, taktizimet, strategjit elektorale, ti thush, okej, po a e nxirr që kjo njerin pi shtëpie me shku me votu? Çkafi e nxirr banorin? Nëse që to sende e nxirin banorin, atëherë mos i shdripni as në të poshtë atij banori. Veç nëse ka banor që tu normal, edhe shkon vend votime, ty u kujtu për kombinatorikat partijake, atëherë unë pas na huq debatin. S'ka adesh me ardhë hiq. Unë për një me mendoj që i vetmi send që i shdesh me diskutu është zgjidhjet që ofrohen. Zgjidhjet edhe, që shme thonë, angazhimet, ndërmarrjet për me e përmirësu jetë. Zgjidhje kanë jopë se cili kandidat duke. Tjetër është realizimi ose jo. Tash nëse i dëgjon për shembull kandidatët, këte kanë ka i zgjidhje. Për shembull zgjidhje për trafikun, zgjidhje për komunikacionin. Në Prishtinë për shembull, betejë është për çfarë për George Bushin, pra, për a me nshu qatë rrugë, a mos me nshu. Për shembull plani i përparimit është këto s'kom nevojë me uranit që do ta bëjmë një kërsi të veçantë për s'kom nevojë me e përsërit qëndrimin tem. Unë mendoj që ajo rrugë që o mbyll duhet mu hap. Prishtina nuk e... Dy kandidat ta premtojnë që ato. Po, a? Urani edhe Hajrullah. Gabim. Gabim. Jo, unë mendoj që... do ta hapë. Sa unë e kom di veç Urani Ismailin që ka thonë që duhet mi hap. Edhe hap... Unë mendoj që ka qenë gabim mi mbyll. Vendimin e parë. Me qenë se para se me mbyll rrugë, ti duhesh me kriju alternativa edhe duhesh me jap zgjidhje, jo veç me mbyll rrugë edhe me thonë gjinduni. Se që shtu ty mbyll rrugë edhe ty bosh shesh edhe ty i thonë njerëzve gjinduni, mandej po ki probleme në trafik pi njerëzve që pi humbin me durim e me nerva e po shkak të po rritet shkalla e krimit për shkak të mos menaxhimit infrastrukturor. Unë kisha qenë rrugën e mbyllur dejte Flamuri. Që e premtimi pra dhe një intervjë. Dejte Flamuri. Dejte Flamuri. Ti edhe do kesh si njëri që e kisha bo. Po, e kisha bo. E kisha bo se nuk shkuat... Kandidatën. Nuk shkuat prej Ulpianës... Kurgjo për jashtim flakën krejt. Ja, mirë. Nuk shkuat prej Ulpianës deri të kuvendi me vetur në punë. Është vetëm 4 minuta. More ti ofro transport publik? Jo, nuk ka nevojë Ulpiana me shku me ecë 10 minutat me vetur. S'është ajo... Jo, se vetura është fetish i pa nevojshëm i secilës familje që i ka 4 vetura të 4 vizën punë. Veti, njerëzit hipin makinë, banorët e këtij qyteti, në masë madhe hipin makinë se nuk kanë transport publik. Nuk kanë transport funksional publik. 6 kilometra dug. Nuk mundesh me ndalu. Prej kuvendit dejte Flamuri. S'mundesh me ndalu. Ti mos më kallëzo, a u marrë ajo, s'mundesh me ndalu njerëzve. Jo, s'po thëmë. Lëvizshmërinë. Po, ty u thirr në arsyetime absurde. Duhet me pas trafik edhe transport publik. Kur ofrohet transport publik, njerëzit janë shnosh, kur ofrohet sepse hypin në vetur në 3 kilometra. Dhe këtë zakon... A jeni dëshmitar për që është ty folë që... Jo, unë jam dëshmitar. Tis nuk me din që apo donë. Po thu, hapin i letecin gjithë me vetura dhe lecilën gjithë ditët. Deri të sheshi, deri të Flamuri, prej kuvendit, prej gjamis, deri atje shesh, letecin njerëzit. Qysh mujnë ato banesa në Ulpian muniz dhe i në borë ramiz me shkum pun me vetur. Po, që e do të mujnë, po jo detyru. Po thëmë, që kjo që duhet. Po thuqë që ajo rrugë, prej sheshit të
prej sheshit Kuvendi, deri te Flamuri, te Spitali, po thu që ajo i shërben vetëm banorëve që jetojnë për rreth. Po, gjithë atyre banorëve... Jo dhe neve. Për shembull, ose rastësisht unë kam nevojë me shku deri në Arbërin, Trakodan. Po vysh Miraka Lipjani. Jo, ka Spitali vjen. Ose dikah ka Butovci edhe me dalë në Arbërin. Nuk besoj që ki me nevojë me shku për dit. Jo për dit, nuk shkohet. Përgjigjja e drejtë e jotja është s'ki nevojë me shku në Arbëri hiç. Jo. Harro. Jo, shko. Shkona s'ki nevojë me shku as deri në Vranjevc. Ty be s'ki nevojë me shku as me Ternik se të lovije madhe edhe veç që shë vetën t'ju enë që aty o kolla shpis tonë. Qa me thonë tash? Me qenë se kur kush nuk do mu marrë me transport publik. Kur kush? Qështu në linë nevoja për transport publik. Qa do mu transporti publik, kurendi i veturave është 4 kilometra për faktin se atë të gjithë dalin. Edhe autobusi për me mëri nga një pikë në tjetërën, duhet e qatë vyna i transport publik. Qështë atë vynë, ofro zhidhjen për transport publik. Para se mja u dalu njerëzve, e mja u dalu politik me nga gërdit veturët, këtë vyjen. Ose në politik shto me ta gërdit. A kone e konë 6-3 km, 4 km? A din sa është perimetri i Prishtinës? Cili? Njerëzit tha jonë prash, pëse s'hecim. Po pra. Atëhere batën pindalim pishtim me zërë tonë me hec, kush qështë mundë. Dhe ideja nuk më nëshme detyru me hec, më nëshme inkuraju. Po t'i transportin duesh me abo. Që kjo ideja e shesheve, të është për në me, se cila komuni ka botë sheshe, edhe shumica i kanë botë lezeshme të mira, po kjo zgjotja e sheshet, për shumë, dhe të flamurja, së përdi ma shumë, se di për në me. Amo bërim, këta që jetojnë qender, këta që jetojnë qender, menoj që i hinë hak atyre që jetojnë periferi, e që kanë probleme shumat mëdoja. Kush jo mbra ata? Për shumë, veterniku, qysh i qënë fmi të shkollë, mas pari. S'ka nevoj mi që unë shkollë. S'ka nevoj mi shkollë. Dë më thonë, ka njëherë problemet e qendrës, për shumë atashit Dardanis, jenë shumë atë vogle se so jenë të lagjeve të reja që jenë totalisht pa lidhme me qytetin, me asë një atërë që jenë probleme shumë atë mëdha. Të hecin kom prej Marigonës. Asa i hile ta? Po, pse? Me bu me mrija dhe i mrin, si me thonë, si maratonomaku. Kur gjo koci për dit, hec ose në kom, ose endet me biciklet, Arjaniti. Një e kem. Një është i rritën flok të Arjanitit dhe Kurani së konsekruar. Ajo është në shambull... Nuk më nëshme me shumë fishu atë person. Po, ajo është në linjë me ato që ju të thonë batonë. Po. Koci është egzemplar se qështë duhet me qenë një qytetar. Për i Marigonës, a i u thonë herë me bicikla, herë me qështë të... Natyrisht. Mas pari, këj vend, për faktin që nuk kujdeset kërkush për shëndetin, jo që nuk jecin, po as bicikla nuk kanë. Frigohen me dalë. Ne, se Prishtina vesh për bicikla nuk është. O është mërzio, o shumë për bicikla. Që shkën brek dhillet, të mate. Shkon atje pak ma, shkon ka u shpion. Shkën janë ne ure. Nuk kemi përmend bregun e dhillit, po që e përmendem. Nuk po besoj që... Vesh nuk e di që to, shtishet e bicikletave në Prishtinë, pse kanë bo. Adhe në total, edhe kejtë me po bicikleta. Po ma mirë me njësë po duke për transportit. Apo me njësë për transportit publik për Apo me pas tramvaj. Ma thuj me cilin transport publik ti njësësh prej një pike në pikën tjetër edhe mërin me kohë. Me asë njonin se s'ka. Ja, ka. Qka ka? Për shumë vetëm jave në fundit 80 linja 3 jenë që. Në Prishtinë. Ju, qëta autobusa jeni të i logarit transport publik, që ta që rinë kolon bashkë me mu. Me shkakon një... Transporti publik është seni dedikum. Transport publik është ose metroja, ose tramvaj. As keni mujt një tramvaj, dikuj si ka ranë men mi boa, që shkon prej bregu dilit masje për mendi, për shamull, burimi e dejmë fush Kosovë. Ose që shkon prej Veterniku deri në Vranjevc, a hiq kur s'ka dash mi boa, pse? A jenë nga të lidhur me autoindustri që qëllimi janë me shit kere ma shumat. Po shtrajt. A shtrajt. E nuk janë shtrajt që to nën kalime, mbi kalime, edhe që to sheshe dejtë e rreth i flamurit. Këto nuk janë shtrajt. Ato janë për shëndetin e popullatës. Jo, ato janë projekte që kryen shpejt. Transporti dhe tramvaj dënë, paku nja 5 vjetë më kryen qarë. E me qenë se s'kryet, s'po bojmë kish. Jo, po. Edhe pjepim një infarkt qytetit.
Okej. A ti shojmë pak fushatën e partive sot, dhe të kandidatëve që shojmë me radhë. Ata dëgjojmë shto, që kjo video e ditës. Vendosje, edhe tha pas ki qenë nda cakto. Po të regoj drejten, nuk i di shina përmbajt. Se une kesh atë natë kur ke kandidati që e këna pasën të përushën, bile thire një thmi prej naltit, vetë vendosje. Edhe tha pas ki qenë nda cakto. Po të regoj drejten, nuk i di. Ma fort është ku pëthot kë zdi që shina përmboj, dhe me kem të... Që kjo të ngëllat paktën se propagon te për e ullë. Kja ashtu, si ato mbledhjet e partisë komuniste, ku qohët njënin e Evropë. Muret 2 metra e gjys. Qa më bo, bëtën? 2 metra e gjys. Pa të ju hin hajnat që me dhënë... hajnat? Se që ato muret e nalin hajnina. Pa e nalin pak. Jam e dutin pak. Problemi pra njërësit kazatetën që to mure. Një prej. Aha. Një prej. Hajde. Ama që ajo do këtë fërst për pakon dhe ollë. Adhe, i ka thonë ati pra fmin ka onë qenë në cakë. Pra ke shumë probabë. Orani ka qenë dësa, pra ka premtu 50% gra kabineti i ti, pra kjo ka qenë premtimi elektoral, dhe të bimi përmbyllës i Orani Smojlit, nuk di ku ka qenë këtu, nëse mundet me ndimu... Përmbyllës për sëtë? Për sot, po. Për na, që nuk i shohin për shumë. Premtimet në përlagje, ato që unë e kam pa, kandidatët, kur shkojnë në përlagje, japen premtime vishë për ato lagje. Të shkolla Nazim Gafuri. Pse kjo nuk del shpesher në mediume? Për një arsye të vetë. Pra që se i takon veç asoj pjese. Dhe nuk na intereson qytetarit të, për shembull Tulpianës shumë për Vrajnjevcin, e do veç për vetën. Memli ka qenë në Kamenic, kjo është kandidatja për kryetarët Kamenicës e PDK-s, po ashtu ka qenë Kaçanik, përndryshe Kaçaniku është interesant si vjetë, me qenë se ky Kaçaniku gjithmonë ka qenë komune qeverisur nga PDK-ja, kësaj radhe kryetari që ka qenë për disa mandate nuk kandidat, dhe po ashtu ka qenë në Istog. Istogu qartësisht nuk ka qenë për komunave që ka pas një përkrajet madhe PDK-ja atje. Këtu është në Ferizaj, pra diku në një lokalitet në Ferizaj. Agimaliu edhe Memli Krasniqi. Lumir Abdigjiku ka qenë në Gjakov sot. Në Tele Prëmpira. Këtu është në Gjakov, ku ka prezentu kandidatin Shefqet Shehu. Pra, kjo është Shefqet Shehu. Në Gjakov, AK-ja ka qenë në Vushtri, pra kjo kandidati i Vushtris, apo bërim. Po. Besa Shahini ka po sot një premtim për mbjellje në 100.000 drojnjve në Prishtinë. Që kjo është premtim konkret? Premtim konkret? Konkret, sash mos në katë. Në Ardiangjini, po ashtu nuk di ku ka qenë, po mësoj në për lokalitetet ndryshme të komunës e ti, me bizneset ka qenë sot Ardiangjini. Besnik Osmani. Besnik Osmani, pra në Fushë Kosovë, kandidati i LDK-s në Fushë Kosovë. Është interesant, Besnik Osmani si nënkryetar gara në Fushë Kosovë, po ashtu Arjan Tahiri në Mitrovic, pra 2 nënkryetarë që tashmë dalin si kandidat. Alban Hyseni, po ashtu pra kandidati i VV-s në komunën e Gjilanit. A ka me pas balotazh, baton? Përparim Rama. Aplikojmë për leje ndërtimi, që to, me mujtë me ndërtu, halo. është projekti i përparim Ramës, pra promovimi një platforme që të mos ketë më zvarritje në për sportele. Pra, ideja është që shërbimet të kryen online. Kjo ka qenë një prej premtimeve të sotshme të fushatës përparim Ramës, kandidatit të LDK-s për kryetar Prishtinës. Ideja më konkret, i leje në për veç nasë e kitë. Në Kosovë veç Suareka e ka. E ka funksionisur që gote një vjetë. Po, është digitale. Në online e merë lejen. Edhe këtë procedurat e kryet. Po flasim për leje për ndërtim. Po.
Shkon mirë mi përmend, se njerëz mundën me mendu që dhe Leja Kelly. Okej, për lejen për ndërtim? Po flasim për leje të ndërtimit. Është digitale. Se që aty ka zatit. Ja ki mori notin ndërtimit. Jo mërë, po, kësh me thonë, sa ma shumë po ka ndërtime, në një mënyrë numëri banorëve në shtetë po zvoglohet, ndërtimet po rritën. Unë s'po kuptoj mbi qëfar parametrash jënë t'ju bo gjithë këto ndërtime. A më jënë t'u bleqë ato, po? Qështu po thojnë, me dalë me një banes nuk gjonë. Se ata bashkë t'u ndërtu për mas mi blekë kush nuk i bojnë. E unë po mendoj qështu. Për shkak se po i blenë dikush. Mirë, po kur po bjen nota, as një dritë s'po dhezë. Edhe pse jënë bletë që 10 vjetë, ose që 5 vjetë. Kur bëhet tërë, se ki as një dritë dhezë. Ajo që shme thonë, ndoshta mund si banor ajo nuk mundon shumë, po ndoshta i shdesh për shembull kryetarët e komunave mi shtru qëtë pyetje. Po flasim për lagjet tona. Me gjithë se si mas ligjit, pra ndoshta... Nashta pi të proj edhe une. Jo, më shpo të proj Se pisha që në gjdo konstatim të janë po është një me gjithëse. Një prej pyetjeve që i kom bo, qëta, kryetarëve të komunave, ka qenë përshpjegimi kështu. Hajde. Ato jënë projekte, pra planet të miratuara më herët dhe rrjedhimisht bizneset që aplikojnë, komunat nuk guxojnë e shkelin ligjin nëse nuk e japin lejen. Për shkak se ata kanë drejt si ma qëtëne PZK-jave, qëtëne planeve. Rrjedhimisht komuna vetëm duhet me i pa specifikat të ndërtimit, po me refuzu lejen nuk mundet, ligjisht. Pra që kuj ka qenë përgjimi më i shpet, se nuk është s'ka egzistu si shqetsim këto që përdo dugit. Edhe nëse nuk i këthem përgjigje për 30 dit, ajo hynë ndoshta edhe nuk është shqetsim, ndoshta është shqetsim veç për mu. 30% nëse s'ka bëj, kanë dalë në Prishtinë që janë të pabanushme, të banesa, të cilat janë bërë regjistrimi fundit i popullsisë edhe ekonomive familjare. Pabanuara. Të pabanuara, e kanë zero ose s'është përkush në ato banesa. Mendoj që është edhe investim, shumë prej qytetarëve shohin se një investim në një pronë, për shkak edhe të pamundësive për me zhvillu në aktivitet tjetër ekonomik, është diçka më e sigurt edhe blejnë një banesë, shtesë pa ju dashur. Çmimet vazhdimisht kanë hyrë, pra. Çmimet janë rritë edhe për shkak të mënyrës se si ndërtohet në Kosovë. Thotë është një ndërtues që ja jap kompenzim pronarëve tokave, një kompenzim një banesë atij që e bën fasadën, edhe kjo po e rrit koston e investimit. Pra nuk janë investitorë që i kanë sasinë e parave ndërtojme që kish mujt me dalë me një çmim më të lirë në treg. Besa Shahine ka një propozim për këta që ta rrit taksën për ata që kanë një banesë të dytë, një pronë të dytë jetë një taksë më e lartë. Këta e aplikojnë në shumë kjo praktikë gati gjithkun në BE. E kanë këtë praktikë për me dekuraju qytetarët që nuk ka nevojë për një pronë, mos me mbajt të zbrast, por ose me shumë qëra. Ki hapin e pas, bankat nuk japin kredi ma për ndërtimet. Nuk po dhajnë kredi se s'ka pare në treg. Edhe nuk po dhajnë kredi. Për arsye se nuk janë sigurta që ato pare këthejnë. Po edhe pare të në treg se sigurta që shiten. E dyta është taksa. Dhe më thonë, nëse donë mi dekuraju, dohet me zhitë taksën e dytë. Taksën për banesën e dytë që është zakonisht në gjitha vendet, është 30 din 40%. Që apëshet Besa e pas ka pjesë programit. Qështë si ka ranë mend kjo këtu në kandidatëve të partive më të mëdhaja. Për shkakun Rani ka mi ndalë ndërtimet. Me bo moratorium. Qyre dorën zemrën mi ndalë e kam pas tonë në program. Prej 99 dhe se mbajnë mend që këtu ndërtimet janë ndalë, vazhdimisht. Së shka tak në zemrën. Po vazhdimisht janë ndalë ndërtimet, po për arsyet çuditshme u bëshin diqysh. Aty janë interesat mëdha ekonomike dhe vështirë se cili kandidat është me ju rezistu, për shkak të ata që thash. Ata po hyjnë garës për mu pasuru, e jo për me ndrejt shtetit. Ma more fjallën për goja. Jo Besa. Po Besa nështë ta... Pse jo? O vetë që. Po tuk se o dalë me qatë lojtë propozimit, ajo... Sa e propozim bie ndeshme... Ka kandidat me ambicjet të ndryshme. Ka kandidat cilët janë në garë, e synojnë 1 ose 2 asamblis për të pas një pjesë të pushtetit. Ka tjerë cilë synojnë që t'jenë lojtarë në raundin e dytë, për rreshtor me një parti ose tjetër për naj drejtëri. Ose në zgjedhje tjera. Ose në zgjedhje tjera. Kështu që ambicjet janë ndryshme, por të paktën të këtyre me gjasa më të mëdha,
Mendoj që janë shumë kufizuar në interesa ekonomike se sa zhvillimore të qytetit. Tonë po hinë ngarë për Prishtinën e Ardhmërisë e në fund po përfundojnë në për kadastrat ju matë me arje, me hektar, kush çfarë ndërtesa o ka do mi bu. Nisë dhe mandet, zot, po e shohim një trend tash kohëve të fundit. Zakonisht e nisëm një farë pompoziteti, mandej fjanja 2 vjet, nuk ishe kryetar të kërka. Dhe vitin e fundit një shtrem kështu të asfaltëve në për secilin lagje, edhe oborret. Betonierkat. Ashtohen, po kjo është një trend vazhdimisht që e shohim në secilin prej komunave. Kom përshtypjen po unë që to kena me diskutu edhe me kandidat. Baton po... Edhe qatë shesh dhejtë e flamuri. Natyrisht. Që ato mos më haroha. Natyrisht. Ato s'kam bile. Unë e kësha zgatë Për ata që e din... Mundësisht dhejtë hibi e kësha bu. Ata që jetojnë Prishtinë e ti. Kur vjesh vetë, zgatë dhejtë të shtatë. Le t'ja fusin shesh. Amo është një farë dëshirë që tu mos më ndërtu heq mo, do me thonë edhe që kjo është një qështi po, edhe që kjo për shesh. Si më në mos me, ajtë ma thuj, pse na nuk po thojmë që Prishtinës i duen ndërtesa 5-6 kashe, jo 30 ose 20, për asysh se njerëzit ende me familje jetojnë me 6-7 banorë. Shikojni statistikat, se pa statistikat i s'munësh me diskutu këtu. Shikojni, vetë sa tha Alberti që 30% banesave janë pa banume. Nuk kanë pare njerëzit. Familjet mesatare në Prishtinë, shiko sa banori kanë mranda familjes, mranda shtëpis tyre. Shinin në... Shush nuk kanë pare, po ato i kanë blebatën. Besoj që Prishtina ka nevojë për ma shumë ndërtime, jo ndërtime ka gjata, po mi adhon shije në qytetit. Dhe këtu është problem. Të shija. Po të shija zatet punë. Se Prishtina ka nevojë për banesa. Nuk ka nevojë për banesa 30 kaçe, që kjo është esenca. Po tash i ka. Qa më thu me bo me tu? Se kom përshtypje se nështë ta më me bo në i fajsin, sa ma shumë që të mund. Edhe me këty që plani urbanistik me u zbatu në përpikri. Kjo është. Po dhe po nuk o zbatu, se s'podim, apo dhe mi zgatë, në qovë se u zbatu, dikush i u zede, jenë tjetëri edhe e krygit puni. Qush e krynë? Pa një ditë këmë arë, dikush i mirë që e krygit puni.